Si mban komunikimet sot në këto kushte Viktor Tushaj me Ilir Metën? Se mu më duket sikur Ilir Meta vazhdon të bëjë fushat nga burgu. Është një lloj shumë i veçantë, një arketip ndryshe, një fushat elektorale që bën edhe nga burgu. Komunikimi me zotin Meta ka qenë një komunikim shumë Po si e mban, i vështirë përmes letrave, përmes letrave. Ja çon ti atij. Po patjetër. Jo unë. Ilir Meta sot nga burgu shkruan 200 deri në 300 letra të gjithë njerëzve, të gjithë mbështetësve, të gjithë shokëve dhe miqve, të gjithë figurave politike. A keni letër në xhep me veti? Jo, nuk e kam, se kam disa letra që kam. Po patjetër, shumë. A do kem rast me i pa unë? Shumë letra motivuese, shtyse, pikërisht për të punuar, por ju ka dërguar letër mbështetje të gjithë shokëve dhe miqve kudo ku janë në Shqipëri, pikërisht për të mbështetur edhe kandidaturën time. Por edhe vazhdon ta mbështesë edhe publikisht. Komunikimi me te ka qenë i vështirë sepse e ka trysnuar komunikimin me te vetë shteti, nuk lejon që ne ta vizitojmë, as deputetet e Kuvendit Shqipërisë nuk janë lejuar që të shkojnë dhe ta vizitojnë zotin Meta, përveç avokatët dhe njerëzit e shtëpisë.